Të nderuar vëllezër dhe motra, nata e 27, ajo natë ku shumica e njerëzve shpresojnë se e kanë kapur, kanë arritur natën e Kadrit shkoj. Shikojmë tek njerëzit që zbehet pak a shumë adhurimi, nuk kanë më atë vigjilencë, nuk kanë më atë gjallëri sa në netët që kaluan më përpara. Por mos harrojmë, kaloi nata 27, Ramazani vazhdon. Kaloi nata 27, agjërimi vazhdon. Kaluan adhurimet në ato netë të bekuara, por kemi dhe një natë tjetër, po ashtu që është nata 29 e deri në fund të Ramazanit. Mos harrojmë diçka tepër të rëndësishme. Nuk e dim se kur na e pranon Allahu lutjen. Ndoshta nuk ta pranon në natën e parë, as në natën e dytë, as në natën e tretë, as në natën e 5 që është nata 27 e Ramazanit, ndoshta nuk ta pranon as në natën e 29, ndoshta tregosh i kthjellët, i kulluar, transparent, i sinqert të Allahu i Madhërisëm në natën e Bajramit. Sapo është mbyllur Ramazani, nuk e dim se kur na i pranon Allahu i Madhërisëm lutjet me të vërtet, andaj duhet jemi të angazhuar që me datën 1 Ramazan, kur kemi filluar këtë Ramazan, dhe në netët teke që kaluan, dhe në natën teke që do të vi, e deri në fund të Ramazanit, në mënyrë që të meritojmë pranimin prej Zotit, por dhe të marrim diçka, një zakon të mirë nga brenda e Ramazanit për i jashtë Ramazanit.